Vučići akuzohet se po e përdor Radojčićin dhe rrjetin e tij kriminal për të manipuluar zgjedhjet lokale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka urdhëruar aktivizimin e strukturave kriminale për të ndikuar drejt për drejt në zgjedhjet komunale që do mbahen sot në disa komuna të Serbisë. Kështu bojnë të ditur burimet Kosova Press brenda institucioneve të sigurisë, teksa theksojnë se për shkak të frikës reale nga humbja e pushtetit në disa komuna si Bor, Aranđelovac, Bajina Bashta, Kladovo, Knajševac, Kula, Luani, Majdanpek dhe Smederevska Palanka, Vučić ka angazhuar drejt për drejt të akuzuarin për sulmin terrorist në Banjsk, Milan Radojčić, dhe rrjetin e tij kriminal për të ushtuar presion ndaj votuesve dhe përkrahësve të partive opozitare në Serbi. I njëjti burim ka thënë se për këtë qëllim janë përfshirë dhe pjesëtarët e mbrojtjes civile dhe individ në strukturat ilegale serbe në Kosovë. Këta persona, sipas informacioneve, pritet përdoren për të deformuar procesin zgjedhor përmes kërcënimeve, blerjes së votës dhe manipulimeve të tjera të organizuara.